Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotëri, mirë se vini në pasditën e sotme. Do flasim sot për një tjetër temë, për një tjetër aktualitet dhe është ndere kënaqësi që në emisionin ton kushtimisht të bëjmë promovimin modest të librit Unë kundër vetes të autorit, pra personalitetit të cilin dhe sot e kemi në studion ton, Afrim Bajrami. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që na nderoni, është era e dytë që jeni pjesë e emisionit ton, përpara disa viteve keni folur për sportin, për futbollin, sot po ndrojmë komplet temë. Faleminderit që na nderoni. Faleminderit, është kënaqësi të jem prezent prapë në këtë studio. Atmosfera është gjithmonë pozitive, është me të vërtetë e këndshme. Faleminderit. Dhe herën e fundit kemi biseduar për sportin femëror, për futbollin femëror, të para disa viteve. E tash është për motivimin, që mund të lidhet pak më atë, por më shumë ka të bëjë me jetën. Shumë e vërtet, do të flasim gjëra gjatë edhe për librin tuaj, por edhe për atë se si të motivohemi ta duam jetën dhe të bëhemi më pozitiv në jetë, që besoj është shumë e rëndësishme, sidomos në këtë kohë të turbulencave të ndryshme, devijimeve të ndryshme, të gjejmë një rutinë të tillë pozitive. Fillimisht libri Unë kundër vetes. Çfarë përmban në vete? Çfarë tematike keni zgjedhuar në këtë libër? Nëse kapemi te titulli, është ajo esenca, edhe kapitulli më i rëndësishëm i librit, ndoshta do të kisha thënë se këtë kapitujt janë të rëndësishëm, mirë po nëse do ta ndaja, veçoja një kapitull, është bukfalisht Unë kundër vetes. Ndoshta puna me veten është ajo që duhet ceket në këtë rast, për arsye se gjithmonë sikur kërkojmë arsye kur ne hasim në sfida, në vështirësi apo kemi dështime në jetë, mundohemi ta fajsojmë dikën tjetër. Nuk është patjetër ta fajsojmë dikën tjetër apo ta fajsojmë veten, mirë po është mirë që të ulemi dhe të reflektojmë, të vetë reflektojmë. Është një ndër kapitujt edhe në libër vetë reflektim. Të ulemi thjesht ta ndëgjojmë në thojza vetveten, të ndëgjojmë mendimet tona. Shpesh mirë se këtë edhe ju është një kohë shumë dinamike, një kohë plot në ngjarje negative, në momentin që hapim internetin kemi shumë sende negative, mirë po duke pasur parasysh se vetë interneti, sistemi i Google e krijon një profilin ton vazhdimisht. Ajo është se çka kërkojmë ne në vazhdimsi, ata na ofrojnë. Ne po të flasim tash për libra, në momentin që hapim telefonin kemi libra vazhdimisht, oferta librash, biblioteka, librari të ndryshme. E kam fjalën tash nëse ne fokusohemi në atë pozitiven, në çështje të mira, në çështje që na bëjnë jetën më të lehtë, vazhdimisht do të përballemi me gjëra të tilla. Tash nuk do të thotë që vetëm e mira, mirë po e mira është aq e mirë për arsye se ekziston e keqja. E bardha është shumë e mirë për arsye se ekziston e zeza. Ose dielli, kur del dielli në mëngjes, kur lind, kur agon, ne kënaqemi, sa bukur, sa mirë. Mirë pa ajo është për arsye të natës, se ekziston nata. E tash, në çështjen e motivimit të libri, është një përmbledhje e disa këshillave motivuese, që kanë të bëjnë shumë me përvojat e mia që i kam kaluar nëpër gjithë botën. Shqyr Zotit më është dhënë mundësia të jetoj në vende të ndryshme të botës, duke përmendur edhe SBA-t, plot 11 vite kam jetuar atje në New York, edhe është një thënie në gjuhën angleze, if you can make it in New York, you can make it anywhere. Nëse mund t'ja dalësh në New York, mund t'ja dalësh gjithandej. Po, është për arsye se atje nuk kisha thënë që është një qytet tjetër, po është një botë tjetër. Edhe kur t'jetosh në prej moshës 11 vjeçare, 20 deri në moshën 31 vjeçare, 11 vite të plota, edhe sfidat që i kam hasur atje, me gjërat që janë ballafaquar atje, ndoshta edhe po t'i përmendi diku publikisht është sikur e pamundshme, nuk ekziston. E tash kur i kalon këto sfida, kur shkon dhe përballesh me lloj-lloj pengesash në jetë, përvoja të ndryshme, jo gjitha të mira, normal, atëherë shef se me të vërtetë sa i fuqishëm je. Dhe shumë kam pasur fatin të kem njerëz përreth meje që më kanë dhënë këshilla, më kanë këshilluar se si mund ta bëj këtë, si mund mos ta bëj këtë. Se për ndryshe New Yorku të them kushtimisht të han, nëse e lejon. E tash, ne jetojmë në Ballkan, në Maqedoninë e Veriut, jo që pse është New Yorku aq i madh, ka dallim shumë prej Maqedonisë së Veriut, po thjesht dinamika e jetës nuk dallon.
edhe këtu tash është bë, po ke mundësi, ke dëshirë, ke vullnet më të punosh 24 orë në ditë, nëse don. Mirë po, tash një ndër kapitujt të rëndësishëm në libër është edhe menaxhimi i kohës. Gjithmonë kemi ta bëjmë me mungesën apo rëndësinë e motivimit. Nëse ne për shembull nuk dim ta menaxhojmë kohën si duhet, atëherë e humbim edhe motivimin. Se nuk kemi kohë të merremi me veten. Nuk kemi kohë të bëjmë një listë prioritetesh. Është një pjesë tjetër në kapitull tjetër aftësia për të thënë jo. Kjo është shumë e rëndësishme. Pse i ceki këto vazhdimisht është se secili kapitull është i lidhur me kapitull tjerë. Mund ta ndash secilin kapitull në vete, të ulesh të lexosh, edhe do të kisha dashur të them që secili të mëson diçka. Po nuk është patjetër të mëson, thjesht të shef diçka ndryshe. Aftësia për të thënë jo, menaxhimi i kohës, vetë reflektimi, vetë besimi, mësimi i vazhdueshëm, menaxhimi i kohës etc., burimet e motivimit. Janë gjitha këto tema që janë të përmendura në libër, edhe në detaje shumica prej tyre, mirë po, nuk do të thotë që ato janë këshillat dhe nuk ka tjera. Është i mirë secili person që ka mundësi dhe dëshirë. Unë e ceka pak më herët para se të fillon emisioni, se libri me qëllim nuk është edhe shumë voluminos, është i shkurt, që të themi mos më dhanë arsye njerëzve më thonë po shumë i trashë libri s'kam kohë ta lexoj. E tash prap lidhemi te menaxhimi i kohës, te aftësia për të thënë jo. Nëse ne duam, mund të bëjmë gjithçka. Nëse ne kemi respekt ndaj vetes, e duam veten, askush nuk mund të na ndalë. Ka disa thënie, ndoshta disa definicione jo zyrtare në libër, për shembull, nëse dështon të planifikosh, planifikon të dështosh. Që i bie nëse del jashtë shtëpisë, edhe nuk ke ndonjë plan. Është dal, çka të ndodh, le të ndodh. Edhe do të takosh një shoqë sikur pak logjika jo ditë. Por nëse ulesh në mëngjes, reflekton. Ja bën një kafe vetës, një mëngjes ndoshta, bash i mirë për veten, ulesh edhe, prit, sot e kam mund të takoj Marianën. Mirë, do ulem ta mendoj mirë çfarë mund të bëj unë për Arianën, apo çfarë mund Ariana të bën për mua. Se shumë e thjeshtë është, në libër shkruan gjithashtu, nëse nuk je i mirë për vete, nuk mund të jesh i mirë për tjerët. Tash nuk mund të vi në një eveniment që organizon Ariana, ose kush do qoftë, i uritur. A do të flas, do të mbaj një fjalim. E tash, unë do të jemi mirë në fjalimin, do të ketë kuptim me fjalimin im, mirë po nuk kam qenë i mirë me veten, nuk kam ngrënë. Shkoj i uritur. Kur ka uri, pastaj ka nervozizëm, adrenalina e bën të veten, dhe fjalimi del katastrofë, do thotë as unë nuk jam i mirë për veten, as për publikun që është atje. Do thotë ka shumë tema që lidhen me realitetin, me përditshmërinë tonë. Tash janë arsyetime, do të kisha qytur edhe banale shpesh. Ne kemi telefonat vazhdimisht në dorë. Edhe e keni pa ka njerëz, unë jam një ndër ato ndonjëherë, edhe i them njerëzve në momentin që e shoh porosin, e kthej. E tash nëse unë nuk e kthej porosin, atëherë me siguri nuk dua ta kthej porosin. Nëse nuk e kapi telefonin, do thot ose nuk dua ta kapi telefonin, se arsyetimi që unë jam shumë i zënë, nuk pin ujë. Bie në ujë për arsye se secili prej nesh mund të qoftë edhe në një mbledhje shumë të rëndësishme të shënon një mesazh të kërkoj më vonë. Që është në rregull. E tash, kjo është shej respekti. Lidhet me kapitullin aftësia për të thënë jo. Nëse unë jam i aftë për ta vizatuar kushtimisht me thënë një vij, një kufi, një vij të kuqe. Edhe unë vendosi se sa është afër meja ajo vija, sa është larg meje, edhe them, deri këtu mund të vish. Pas kësaj vije, absolutisht ja. Edhe këtu lind edhe frika, se tash nëse unë e themi jo, atëherë njerëzit do të thonë që ky është arrogant, vetjak, mendje madh. Përkundrazi, unë e rekomandoj një njancë të vogël të arrogancës, një njancë të vogël të vetbesimit, që duhet të jetë pak më e lartë se arroganca. Për arsye se nëse unë
di ta çmoj veten time. Atë listën e prioriteteve që duhet ta bëj në çdo ditë. Nëse unë i jap prioritet vetes, ti kënaqi nevojat e mia, kërkesat e mia prioritare, ato elementare. Atëherë unë do të kaloj nga vija tjetër, nga ana tjetër e asaj vije, se kufirit tim, unë do të vi nga ana jote, edhe do t'i ofroj shërbimet e mia. Qoftë koha, qoftë vëmendja, qoftë ndëgjimi, qoftë gjithçka tjetër. Atje kemi aftësitë e komunikimit, është një kapitull gjithashtu. Është shumë me rëndësi se si komunikoj me njerëzit. Mirë po, fatkeqësisht tash me telefonat në dorë, sidomos të gjeneratat më të reja, hasim një ngeqje në aftësitë e komunikimit, për arsye se aty në telefon, në internet, në rrjetet sociale, i kanë pothuajse gjithë ato nevojat virtuale që mund t'i kenë. Ju duhet muzikë, e gjenë. Ju duhet një film, e gjenë. Ju duhet një porosi motivuese, e gjenë. Ju duhet një bisedë virtuale, e gjenë. Mirë po, ajo është krejt virtuale. Është shumë larg realitetit. Edhe kjo duke ja dhënë gjithë ato kënaqësitë një personit, qoftë të ri, qoftë më në moshë, haron që me të vërtetë duhet të komunikon sy në sy me dikën. Kemi pa shpesh ku flasim me njerëz, ai të shef në sy, mirë po duket sikur ai shiqimi është bosh, i zbrazët. Për arsye se vetëm është fizikisht prezent aty. Edhe këtu tash te aftësitë e komunikimit duhet ta kuptojmë edhe atë gjuhën e trupit. Se komunikimi është verbal, është jo verbal. Është me të folurit, është me të shkruarit, është ajo që ndoshta shumë njerëz edhe unë më herët i kam dhënë shumë pak rëndësi, është aftësia e të ndëgjuarit, që është pjesa ndoshta më e madhe, më e rëndësishme e komunikimit. Nëse unë jam dëgjues i mirë, e ndëgjoj hallin tënd, hallin e personit që është para meje, atëherë unë mund të përgjigjem në çfarëdo pyetje që vjen nga ana jote. A nëse vetëm ndëgjoj sa për të ndëgjuar, atëherë nuk jam komunikues i mirë. Janë shkurtimisht disa tema që ceken në libër, po shpresoj, ideja është që ky libër të jetë vetëm fillimi. Tash është në gjuhën shqipe, nesër bëhet promovimi zyrtar në teatrin shqiptar në Shkup, në ora 6, të gjithë janë të mirëseardhur. Dhe pastaj do të bëhet edhe në gjuhën maqedone, së shpejti, besoj pas një jave apo dy më së shumti, edhe në gjuhën angleze, kam kërkesa të ndryshme. Unë për ndryshe kam edhe atë kanalin tim në YouTube, është Motivational Corner, apo këndi motivues, ku flas në gjuhën angleze për të njëjtat tema dhe disa tjera. Dhe jo rastësisht ato video janë të shkurtra 1 minutë. Se e cekëm pak më herët bashkërisht që thamë është një botë dinamike, të gjithë ankohen se s'kemi kohë të mjaftueshme të bëjmë këtë apo atë, mirë po është krejt te vullneti. Nëse ekziston vullneti, gjendet edhe koha. Nëse ekziston aftësia e komunikimit, bëhet komunikimi, ndëgjimi sidomos. Nëse dim ta menaxhojmë kohën, do ta gjejmë kohën ta shohim edhe atë video 1 minutë. Nuk është patjetër video i imi atje. Po mund të jetë një video tjetër. E tash, ka shumë njerëz që shpesh futen në atë botën virtuale dhe ndëgjojnë shumë video motivuese. Mirë po, duke ndëgjuar video motivuese, se ideja apo qëllimi kryesor i asaj videos, ose i atij personi që ka bërë videon, është ta japë një këshill, ndoshta për ta lehtësuar ballafaqimin me një sfidë. Me një sfidë të ndryshme. E tash, nëse vazhdimisht dëgjon apo shef video të ndryshme në rrjetet sociale, atëherë kur implementon ata këshilla. Kjo është ajo që të unë vinë shumë raste të ndryshme, sidomos pas pandemisë, që kërkojnë këshilla jetësore, edhe po unë vazhdimisht ndëgjoj video motivuese dhe nuk jam i motivuar. Po mirë, i ndëgjon, pse? Për çfarë arsye? Nuk është puna veç të ndëgjojmë, duhet edhe të realizojmë, duhet ta implementojmë atë ndëgjimin, ta shohim se si duket edhe në praks, në praktik, në jetën e përditshme. E tash kretë kjo lidhet me këshillat që janë në libër. Në libër. Megjithatë, ju profesor në fillim e përmendet që ky libër është në një volumen jo shumë të madh. Megjithatë, këshilla të tilla motivuese kemi nevojë të gjithë ne. Ku mund t'i gjejnë ndryshe këto këshilla motivuese nga ana juaj
të gjithë njerëzit të cilët dëshirojnë që të motivohen pozitivisht? Po, faleminderit për pyetje shumë e vend. Unë kam një shkollë private në Shkup që quhet Galaxy One ose Galaxy 1 dhe aty kam bëj trajnime të ndryshme, qoftë për motivim, qoftë për gjuhë të huaja. Mirë po, unë edhe jam si life coach apo këshilltar jete, këshilltar jetësor, i licencuar me trajnimet ndryshme që kam kaluar qoftë në SBA, qoftë në për Ballkan, në për Evropë, dhe mundohem që ato njohuri që kam marrur gjatë këtyre trajnimeve t'i ndaj me tjerët. Kështu që lirisht mund të ndani edhe telefonin tim, numrin tim, apo mund të më gjeni në Facebook si Afrim Bajrami, në Instagram, në TikTok, dhe ashtë secili që ka nevojë, se të gjithë kemi nevojë për motivim, të gjithë kemi nevojë për këshilla, edhe unë, shumë normal, dhe do të kemi kujdes se prej kujt marrim këshilla. Është një thënie me sarkazëm, për shembull kur t'jep këshilla dikush për shëndet, mi po vetë nuk është ti shëndosh. Ose t'jep dikush këshill për sport, vetë nuk është sportist. Tash, edhe pse, ka mundësi që edhe ai të dinë ose ajo, mi po pa jetuar vetë sportin. Pa që në vetë i shëndosh, ta dish të se si ke arrit në atë nivel të shëndetit, nuk mund të japësh këshillat e mira. Kjo është e njëjta me çdo këshill që mund të merret, se tash në internet ka gjithçka. Ka dhe shumë aplikacione, ka dhe shumë video në YouTube ku mund ta mësosh gjuhën angleze. Mirë po, kush i lektoron ato? Kush i kontrollon ato se janë të mira, a janë të mira mjaftueshme? Ata mësojnë si duhet. Pastaj të unë vinë shumë prind me fëmijët e vet, thotë fëmiu im, vajza ime, djali im, 7 vjet i ka, e din shumë mirë anglishtën. Mirë po tash e pyes prindin, po ju e dini anglishtën? Si mund ta bëni atë vlerësim? Tash ka fëmijë që e mësojnë gjuhën angleze prej vizatimorëve. E tash në internet ka lloj vizatimorësh, që mund të kenë edhe prapavija shumë të këqija, mesazhe shumë të këqija. Tash ndoshta ka mësuar ndonjë dialekt të gjuhës angleze që nuk mund të kuptohet në shumë vende. Ka kështu raste plot. Megjithëse ka shumë sende edhe pozitive në internet, po ideja është që nëse duan këshilla, janë të mirëseardhur, patjetër, çdo kush, secili. Cili ishte, profesor, motivi që deshet të shkruani një libër të tillë? Nga ku bazuat realisht se ka nevojë shoqëria jonë për një libër të tillë? Unë një kohë të gjatë punoj si life coach me njerëz të moshave të ndryshme. Më shumë me rinj, po jo vetëm. Dhe duke parë që kjo ka një farë rezultati, efikasitetin e vet, e pas që është e arsyeshme të si shtesë atyre videove që kam në internet, ta shkruaj edhe një libër që ka të bëjë me të njëjtat këshilla, se tash ne e dim që njerëzit jemi, secili prej nesh jemi të ndryshëm, jemi unik dhe ose të veçantë. Dhe do të thotë se secili kemi shije të ndryshme. Dikush e pëlqen videon në internet, dikush e pëlqen një film, mirë po dikush pëlqen leximin. E tash ai që pëlqen filmin, super, ose videon. Ja japim një video, ordnon, dëgjoje, motivohu, këshillohu, prap do flasim. Mirë po dikush vetëm e pëlqen leximin, ose më shumë e preferon leximin. Ja japim mundësinë edhe atij që lexon, pse jo? Megjithse e dim se kohëve të fundit leximi është bë pak si tabu, sidomos të gjeneratët e reja. Është ideja që sadopak t'i kthejmë ka leximi, për arsye se nuk ka asgjë të keq në lexim. Gjithmonë mund të përfitojmë diçka, të mësojmë diçka të re. Nëse jo kurrë tjetër, atëherë thjesht vetëm të arritim edhe fjalorin. Kështu që ka shumë gjëra pozitive në atë pjesë. Me kë keni bashkëpunuar për ta botuar një libër të tillë? Me gjithë. Me gjithë ata njerëz që vinë këshillohen tonë, me njerëz që i kam takuar në jetë, me njerëz që dinë më shumë se unë, njerëz që dinë edhe më pak se unë, fëmijë, të rritur, të vjetër, të mëdhej. Unë shpesh them, shumë shpesh mësojmë edhe prej fëmijëve. Do thotë bashkëpunimi im, unë të faqe e dedikimit i cekje dhe nxënësit e mi, të gjitha moshave. Nuk është e panjohur që shumë shpesh fëmia mund të jap një këshill që ndoshta ne as se kemi paramenduar. Një këshill shumë pozitive. Për shembull, unë jam duke ligjëruar. I mësoj fëmijët në gjuhën angleze. Mirë po, tash prej 10 fëmijëve ka 2 që më shikojnë ndryshe. Edhe nëse i pyes ato çka është puna,
o profesor, po nuk ishe i zëshëm sa duhet. Okej, ti ishe shumë i zëshëm. Okej, pjesh një këshill e vogël, ndoshta është ullë në bankën e fundit edhe s'më kanë dëgjuar mirë. Tash një këshill shumë e thjeshtë. Është një e mirë se kur më pyetet se me kë bashkëpunoj, unë më shumë bashkëpunoj me të rit, me rinin, për arsye se ata janë të sinqertë, të qiltër. Ata nëse thonë diçka, e thonë se ashtu e shohin. Aty s'ka me maska, s'ka me prapavija. Direkt aty të thotë, s'më pëlqen këmisha jote, profesor. Okej. Flokët s'ti pëlqej. Kushtimisht po them. E tash porësia që vjen prej fëmijëve, unë e marr shumë si këshill të jashtëzakonshme, të rëndësishme, për arsye se e di që ai fëmijë ka dhënë atë mesazh se ashtu e ndjen vet. Edhe nuk largohen prej asaj. Ka bashkëpunëtor tjerë, profesionistë të ndryshëm që punojnë në degën e shëndetit mendor dhe janë shumë të rëndësishëm se është të një pjesë e librit cekët mos ta kërkojmë përshtatshmërinë. Nuk ka njëri të përsosur. Nëse unë them që i di krejt, atëherë e gënjej vetëm parimisht, po edhe tjertë. Nuk ka person në botë që mund të jetë i përsosur. E për këtë arsye do thotë ne kemi nevojë për tjertë. Secili prej nesh ka nevojë për tjerë. E tash bashkëpunimi gjithmonë duhet të jetë i hapur me tjertë. Unë absolutisht them gjithë njerëzit që takoj në aspektin e librit, po edhe në këshillat e mia, ligjëratat e mia, më jep feedback. Ato duket mirë, se tash unë e përdori si shaka, si tallje këtë, them kur këndoj unë vet, më duket vetja si Bon Jovi. Derisa nuk vjen dikush të më ndëgjon, thotë, aman hesh se zanin e ke shumë kështu asa ashtu. Ideja është që nëse ne nuk ulemi të reflektojmë apo të marrim mendime prej tjerëve, këshilla, kritika, atë s'kemi pasgjë. Libri nuk vlen as pak, nëse unë nuk marr feedback prej lexuesve, të më thonë pak është, shumë është, mirë është, keq është, ka kështu, ka ashtu, se tash po kjo është bërë në baza shkencore, ulëmtime të ndryshme, mirë po nuk kemi të përsosur. Me siguri do të bëhet në një ndryshim atje. Për këtë arsye do të vjen edhe libri i dytë, po i treti, po i katërti, të shpresojmë që nuk të ndalë. Po, ky është libri i parë të cilin ju e keni botuar, e do të keni thyer atakullin për të botuar, tani besoj që do të ketë edhe libra të tjerë, gjithashtu edhe ky libër do të jetë i përkthyer. Po, patjetër se po, unë shpresoj që ky libër ta ketë atë impaktin që unë e dua. Po. Isha në biseda tjera me kolegët juaj pak më herët, më pyetën prej ku lindi ideja. Pse? A janë temat që ju i keni hasur në jetë? Po, keni parë nga praktika juaj, nga përvoja juaj. Shumë normal. E tash, ato që se ka pak më herët, çdo temë ka të thellësinë e vet, ka të mesazhin e brendshëm të vetëm. Është një pjesë ku e përdori atë metaforën zëri brendshëm edhe zëri jashtëm. E ta zëri brendshëm është ai që shumë shpesh e injorojmë, e anashkalojmë heshtë, se unë do të vazhdoj. Ky i jashtëm është ai që e shohin të gjithë, kjo verzioni i jashtëm. E tash përvoja që kam hasur unë, e ceka edhe pak më herët, kanë qenë mësim për mua. Unë e kam takuar një plak në Amerikë, tash është bëj ndjer Axha Kasam, me prade prej Dibrës, edhe pse nuk ishte ndonjë shkollim ku më ditë saj, ka qenë një ndër mentorët e mi. Për arsye se ai thoshte, nëse del prej shtetit tënd, prej vendit ku jeton, 3 muaj pa u kthyer fare, është sikur ta kryesh një fakultet. Nuk e di pse atëherë më ngeli ajo në kokë, si diçka shumë interesante, diçka shumë domethënëse, që lidhet me atë se tash nëse del, pa varësisht prej moshës, normal, se tash sa më i pjekur je, ato 3 muaj nuk janë edhe as të vështirë. Mirë po, kur je i ri edhe del 3 muaj jashtë vendit tënd, e shef se ka një botë krejt tjetër, ka kultura krejt tjera, ka njerëz krejt tjerë, ambient krejt tjetër, kërkesa krejt tjera, mënyrat të jetës krejt tjera, edhe normal që është si në fakultet në vetë. Sidomos nëse ke guximin apo qetësinë e mjaftueshme të marrësh shënime gjatë qëndrimit ku do qoftë, edhe pastaj do t'i marrësh si leksione, si mësime.
Megjithatë, kur jemi këtu te çështja e bashkëpunimeve, dua të flasim pak edhe me ata të cilët personalitetet të cilët edhe keni bashkëpunuar. Pra kush u mor me dizajnin, me lektorimin, pastaj me promovimin, kush do të merret më shumë me kështu me radhë. Dizajnin e kam bërë vetë, për arsye se unë duke qëndruar në Amerikë kam ndjekur edhe kurse për graphic design, dizajnimin grafik. Po zbulojmë shumë talente tek ju. Që është një ndër ato mesazhet kryesore, është e ceka edhe pak më herët, është puna me veten. Po. Unë fatmirësisht më është dhënë mundësia të punoj shumë me veten. Çdo moment që kam pasur hapësirë ose kohë të lirë, kam mësuar diçka të re. Qoftë një trajnim, qoftë një punëtori, qoftë një mësim i ndryshëm, një gjuhë apo një karakter tjetër, një aftësi tjetër. Do thotë dizajnimi grafik është një ndër ato. Përndryshe lektoruesi ka qenë është dekani i Albanergjisë zotëri Berton Sulejmani, miku im, i kahmoqëm. Nesër në promovimin kam ftuar shumë njerëz, edhe shpresoj të vinë së paku 50% shqiptyre, se është një thënie, njohuria nuk vlen asgjë, ose dituria nuk vlen asgjë, nëse nuk e ndan me të tjerët. Patjetër. Po. E tash unë po kam dëshirë të ndaj me krejt. Dhe kjo vizita ime në emisionin tuaj është një ndër ato mesazhet kryesore që mund të ndaj me njerëz që ndoshta s'kan mundësi të vinë në Shkup ose të promovimi, por ta dinë që së paku ekziston një libër i tillë. Do të ketë moderator, do të ketë një pikë muzikore, do të ketë një monolog të ndryshëm, do të jap mundësi hapësirë njerëzve që duan ta shprehin mendimin në lidhje me së paku me leximin, po pastaj edhe me librin. Ju përmendet edhe pak më herët, por e keni të shkruar edhe këtu në biografinë tuaj. Keni kryer funksione të ndryshme në disa organizata ndërkombëtare për më shumë se 15 vite. Çfarë keni mësuar nga kjo përvojë? Sa zgjat ky mision? Një orë. Një orë besoj që nuk ishte mjaftueshëm. Unë plot 14 vite kam qenë në misionin e OSBE-s në Shkup. Para asaj kam qenë si koordinator i një organizate jo qeveritare amerikane. Kam qenë në arsim shumë vite, jam ende si ligjerues mysafir në për universitetet ndryshme, po me këto ligjërata që i bëj edhe në përkurset e mia, shkoj në universitete private, po shtetërore, bëj ligjërata në aspektin e ekonomisë, në aspektin e life coaching, apo thjesht motivimit, apo të gjuhës angleze. Edhe nuk mund ta përshkruaj me një fjali se çka kam mësuar duke punuar me këto organizata të ndryshme. Për arsye se çdo ditë ka qenë një mësim i ri. Çdo njoftim me një person të ri është një mësim i ri. Unë fatmirësisht kam rrjetin e njerëzve që i njoh jashtëzakonisht të madh. Edhe ata që më njohin më kërkojnë, a e ke një person për këtë ose për atë. Është shumë mirë, është një ndjenjë shumë e mirë, ku ke një rreth të gjerë. Po rreth i gjerë, por baba plaku im Haxhi Baba kishte një proverb, një thënie që thoshte ku të shkosh ndërto ura, hap tyr, njofton njerëz. Lë një përshtypje të mirë. Që së paku të mundesh ta telefonosh atë person ose të kërkosh një favor. Nuk do të thotë se ai personi do të thotë po. Mirë, po nëse ti je i sjellshëm, ke bërë punë të mira, atëherë je faqebardh. Mundesh lirisht të lajmërosh dhe të kërkosh të ta bën një të mirë ai. Kështu që përvojat në ato organizata të ndryshme mund të them se janë fakultet në vete, mësime në vete, edhe në mënyra të ndryshme jam munduar t'i paraqes ato me shkrim. Ndoshta jo s'kam qenë gjithmonë i suksesshëm në atë pjesë, po shkrimi është shkrim, të folit është diçka tjetër. Por sidoqoftë, unë jam në dispozicion të krejtëve që çfarëdo këshilla që të kenë nevojë ato. Ndoshta unë mund të mësoj diçka plus prej dikujt, pa më parasysh se kush është, i ri, i vjetër, i shkolluar apo jo. Unë jam i hapur për këshilla, gjithmonë duhet të jemi të hapur për këshilla, se ajo të puna me veten, prej ditës kur lindem, deri në frymën e fundit në mësoj. Askush absolutisht në botë, në jetën e tyre nuk mund të thotë, ok, deri në këtë moment kam mësuar edhe kaq. Kjo më mjafton mua. Absolutisht është e pa bazë, për arsye se duhet të mësojmë deri në fund.
Se gjithmonë kemi nevoja të reja. Mos ne, ka njerëzit që janë rreth nesh. Për ato që duhet jemi të gatshëm, nëse mundemi të ndihmojmë, po. Nëse nuk mundemi, atëherë së paku ta gjejmë dikë tjetër që mundet të ndihmon, por të jemi të gatshëm të japim kontribut gjithandaj. Të bëjmë mirë në këtë botë. Megjithatë, profesor Aziot që e përmenda pak më herët, ju jeni edhe këshillues motivues. Cila ka qenë ajo këshilla që më së tepërmi kërkohet nga ana e njerëzve sot? Çfarë këshille ju kërkojnë juve më tepër? Nuk do të kisha mund ta ndaj një këshill, për arsye se secili person i ka të sfidat e vet. Secili kërkon këshilla të ndryshme. Duhet të di cilën problematikë kanë më aktuale njerëzit. Po tash është këto trendet tek qia. Sendet tek qia. Është absurd nëpër TikTok, nëpër rrjetet sociale, shoh tash ndoshta është si arsyetim shkaku i kohrave të këqija negative, luftra gjithandej, edhe bëjnë kërcime të kota, vallëzime të kota 15-20 sekondëshe, edhe kur e shef ka aty 100-200.000 lajka, pëlqime. Kurse nëse del dikush në një shkencëtar të tregon se ka gjetur një ilaç për një sëmundje të rëndë, kushtimisht me thonë as 100 like, 100 pëlqime. Edhe thotë kjo është një ndër këshillat kryesore që vijnë ta kërkojnë, kisha thënë, prindrit së paku, si ta largoj fëmijën prej telefonit, prej rrjeteve sociale. Sa aty ka gjithçka, por nëse nuk mbikëqyret ai fëmijë ose ai person, mund të shkon në një kahre krejt të gabueshme. Ajo është një, këshilla tjetër që ndoshta është pak më e popularizuar është menaxhimi i kohës. Si ta menaxhojmë kohën. Është shumë e thjeshtë. Për ta thënë, për implementim nuk është edhe aq e thjeshtë, mirë po, e ceka pak më herët, duhet të bëjmë prioritet, një listë prioritetesh. Ta shoh unë, të ulem, të bisedoj me vetveten, kur jam më i qetë, kur nuk jam i nervozuar, kur adrenalinën e kam në nivel, kur jam ngopur me ushqim, kam pi një kafe, kam pi ujë mjaftueshëm, edhe ulem, meditoj, e ndigjoj veten, vetë reflektoj, flas me vetveten, e bëj atë listën e prioriteteve me një mendje të qetë, të pastër. Edhe në bazë të asaj ulesh edhe bën prit, kjo që ka më e rëndësishme për mua. Kjo jo, edhe ashtu është ajo arrihet një menaxhim i mirë i kohës, për arsye se duhet të kemi kujdes. I vetmi sen që pasi të kalon nuk kthehet është koha. Dhe duhet të kemi shumë kujdes se si e përdorim ato, si e shpenzojmë ato, me kë e shpenzojmë ato, çfarë bëjmë me kohën tonë. E tash unë shpesh në ato ligjëratat e mia, i pyes ata klientët që vinë më ndëgjojnë mua, mësojnë, them, sa e ke atë screen time, kohën në ekran, në telefon. Edhe më besoni që shumica turpërohen të ma tregojnë. Se ka 6, 7 orë, 8 orë, 10 orë në telefon. Nëse ai person ka aq kohë të humb në TikTok, në Snapchat, në Instagram, do thot me sendet kota banale, se ne e dim që shumica e rasteve nuk janë duke lexuar diçka, ka edhe prej atyre. Mirë po, kur ta shoh që unë ka kaluar 8 orë, 7 orë, 9 orë, 10 orë, po edhe 6 orë, edhe 5 orë, edhe 3 në telefon, a për 2 orë ndoshta mund ta lexoj një libër. Për 2 orë ndoshta mund të ulet dhe të ndëgjon diçka të mëson për vete. Për 2 apo 3 orë, për 8 orë mund ta bën është një ditë pune dikont. Nëse është një trajnim afat shkurt, mund të bëhet një trajnim me 8 orë. Do thotë ka këshilla të ndryshme që kërkojmë, por kisha thënë, do të menaxhimi i kohës me siguri është aty, edhe këto trendet e këqija si t'i largojmë prej shoqërisë tonë. I kisha dhënë një këshill për gjithë, sa më shumë janë aktiv fëmijët, aq më mirë do të jetë për ato, aq më produktiv do të jenë ato. Po jo në aspektin aktiv në telefon. Po ta lënë telefonin anësh, edhe të bëjnë një farë aktiviteti, qoftë një kurs gjuhe, qoftë një kurs një sport, futboll, volleyball, handball, basketball, balet, violin, piano, çfarë do qoftë. Art, vizatim, thjesht të punojnë me vete, ta gjejnë ndoshta një aftësi që nuk e dinë që e kanë. Është mirë të kushtimisht me thënë të eksperimentohet në mosha të reja, se shpesh ka prind që mundohen t'i realizojnë ëndrat e tyre përmes fëmijëve. Po. Nuk ka arritur ai të bëhet futbollist,
përmes djalit apo vajzës të arrin atë qëllimin e vet, ëndrrën e vet. Mirë po, djali ose vajza nuk don. Ai me çdo kusht ja imponon atë, që është shumë e keqe, shumë e rrezikshme. Për atë arsye duhet të eksperimentohet. Fëmijët paramisht do të jenë fëmijë, do të kënaqen. Qoftë në sport, qoftë në ndonjë aktivitet tjetër. E nëse kënaqet fëmijë, nëse është fëmijë, i lejohet të jetë fëmijë, atëherë ai jep kapacitetin, e tregon potencialin e vet në maksimum, dhe pastaj mund të gjejmë se ku është i mirë, ku ka prirja ai fëmijë, e pastaj të punojmë në atë deg. Kështu mund të krijojmë një shoqëri shumë të shëndosh, për arsye se shpesh po më shkon mu shoqja në këtë fakultet, do të shkoj dhonë. Më shkon shoku në këtë fakultet, do të shkoj dhonë. Po prit, a ke prirje ti për atë fakultet? Ke ndëgjuar ndonjëherë në lidhje me atë apo jo? Te unë vinë shpesh për kështu këshilla, për karrierë, për regjistrim në shkollë të mesme, për regjistrim në fakultete, edhe është e çuditshme, është e dhimbshme se sa fatkeqësisht shkojnë për hir të shoqërisë. Është një thënie ku thotë turma është shumë e fuqishme se logjika. Po krejt shkojnë atje dhe unë po shkoj. Po mirë, tash nëse nuk është mirë, ani pse shkojnë krejt? Unë do shkoj nga ana tjetër. Kjo është ajo që duhet patjetër të largohet, është trendi. Po të gjithë e bëjnë. Ta bëjë dhonë. Po mirë, nëse të gjithë hanë çokoladë, unë jam alergjik në çokoladë, nuk mund ta ha çokoladën. Duhet të ha diçka tjetër. A që thjesht është. Mirë po, fatkeqësisht në shoqërinë tonë kemi disa veti, disa sende që ndodhin, disa trende që me të vërtet janë për të brengosur, duhet bashkarisht të punojmë si shoqëri, të gjejmë motivimin brenda nesh dhe të punojmë së pari me vetveten, po pastaj me njerëzit që i kemi për rreth. Profesor, ju tha që nesër do ta bëni promovimin në Shkup të librit. Planifikoni dhe në qytete tjera të promovoni këtë libër? Është si plan, gjithsesi është si plan, pse jo? Tash duke marrë parasysh se Maqedonia nuk është edhe aq e madhe, unë shpresoj Në të tokë duhet realisht. Patjetër, pse jo, me gjithë dëshirë. Kam shoqëri të madhe shumë edhe në Tetov, po edhe në vende tjera të Maqedonisë definitivisht po. Pse jo? Po, ekziston ai mundësi, ai opsion patjetër po. Profesor, kënaqësi shumë e madhe që sot na nderuat me pranimin tuaj në emisionin tonë. Ju përgëzojmë për këtë libër dhe për gjithë punën, të cilën ju e bëni në të mirë të shoqërisë, sepse është shumë e rëndësishme të motivosh të rinjët, sidomos në këtë kohë që e përmenda edhe më herët. Kënaqësi shumë e madhe që na nderuat. Faleminderit. Faleminderit shumë. Është çeket kontributin duhet secili prej nesh të japë atë kontributin ton. Sado që të jetë minimal. Se duhet të bëjmë bashkarisht. Shumë pak sende mund të bëjmë vetë. Nëse ulemi bashk edhe japim një kontribut, sado që t'jeti vogël e kontribut, kur bëhen bashk 5-6 veta, 10 veta, atëherë është pak më ndryshe. Rezultati është pak më ndryshe. Kënaqësia ishte ime që isha unë mysafir të ju gjithmonë. Jam me gjithë dëshirë i pranoj ftesat e juaja, se e di që ndiqeni nga shumë njerëz me rëndësi interesant. Shpresoj që ky emision ta nxit pak motivimin që ndoshta mungon kohëve të fundit. Po nëse nuk ndodh ky emision, atëherë do ta lexojmë librin, do të mundohemi në mënyra tjera, pse jo. Sigurisht ju mirpresim edhe ndoshta në debate të tjera dhe me personalitete të tjerë për të folur për atë që duhet sa më shumë të motivohen njerëzit. Ju falenderoj edhe një herë që ishi pjesë e emisionit. Kënaqësi shumë e madhe. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës për sot. Ju vazhdoni të qëndroni me ne, do të rikthehemi pas pak në pjesën tjetër.